Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Jemi në ditën e fundit të vitit 2025, sigurisht se cili nga ne bën disa bilance. Telefonata e parë ka mbritur, urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, lutem, flisni. Në Tiranë flas. Po. Të telefonat e bëj sot për të dëgjuar shumë nga ata që lexojnë gazetat, në misionet të mëngjesit, që një diksion, një tekst të përkryer të shtypes, pa gabime, tërheqjet leximit. Po, çfarë do të themi publikut në këtë ditë të fundit të vitit 2025? Në ditë të fundit do t'i themi të urojmë shumë paqe dhe harmoni. Po. Mos ndjojmë shumë kronika të zeza. Na e mërzitur shumë ekranet e televizorit. Megjithatë s'bëjmë dot pa ta, pa ekranet. Po nuk bëjmë dot pa ato, po nuk e di ku qëndron gabimi i gjithë këtyre qijave. Çdo gjë lëm shteti, po ka dhe struktura që i parandalon këto. Po. Ku mendoni që qëndron e keqja? Ku mendoni që qëndron e keqja? Unë them se e keqja mendon tek pushteti vendor. Po? Baza e demokracisë është një evidentim i gjithë popullatës, domethënë të dihet kush hyn kush del në pallat, të dihet kush hyn kush del në fshat, në lagje, në bëret vesh. Sa bëhet vetëm kur ndjon kronikat zeza që ato gradesi sot ajo më njoh për burr të mirë, po atë në histori njerëzore, po. Turpi më i madh i nuk e di, ligjet janë qartë. Edhe shumë të. Po, atëre ta mbyllim bisedën me një urim për publikun për gjëra më të mira viti që vjen. Urim edhe për ju dhe faleminderit. Edhe ju kaloshi gëzuar këtë natën e ndrimit viteve dhe mbarësi për vitin që vjen. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera të këtij mëngjesi, në këtë mëngjes që është i fundit i këtij viti. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Bashkim. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po djem ka qatë ditë të bo shumë kohë me fjallë. Ma të e përshqip mujë që për djem opozitës, celebration, për ta shifra astronomike, vjedhje. Shifra të më thonë që nuk ka bugjeti Shqipërisë miliarda dollar, ase ka as Amerika, ato shifra që japin. Po unë du me thonë këte, në kohën e Sali Berishës, ose partisë demokratike, ne keq jemi të shti, po atëherë kemi qenë më keq. Kjo gjë që shifet me sy, zoti Bashkim. Në çdo vend ku të shkojë, në spitale, nuk themi se janë përsosur, po ma mirë se kohën e Berisës janë. Mi po të shiu bëri llogaritë se shumë falja fare. Po. Atëherë kohën e Sali Berishës që ka vlerë më shumë që kemi qenë më keq. Një çka ka ky që flet, sot po vjedhet. Se gjithë bota ka korrupsion. Nuk themi se ka korrupsion. Po duket të egzageruar. Era ai nuk ka qenë pardon, ai nuk e bota të faleminderit. Faleminderit edhe ju që sjellni këtu atë që gjykoni të rëndësishme për ta ndarë me publikun e madh të këtij mëngjesi. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdhroni. Telefoni 045 620 601 është vazhdimisht i kërkuar. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Lutem atyre që s'kan gjë për të thënë, mos na harxojnë kot këto minuta. Janë minutat e fundit të një viti për zërat e qytetarëve këtu në emisionin ton. Ne duam të shfrytëzojmë ato në mënyrë të dobishme, në të sjellim këtu atmosferën se si po e mbyllim këtë vit dhe se si e presim vitin e ri me çfarë shpresas, me çfarë dëshirësh të mira për njëri tjetrin. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flisni, ju lutem. Kupsi. Ju dëgjoj dobët, flisni. Po flisni apo jo? S'po dëgjoj gjë. Ja, është larguar qytetari. Përsëri i kërkoj mirëkuptimin atyre që s'kan gjë për të thënë, të mos e harxojnë kot këto minuta. Dhe ata që kanë diçka për të thënë, të plotësojnë disa kushte teknike që kemi 28 vjet, 29 vjet që i përsërisim.
ulni zërin e televizorit kur bisedoni me mua dhe mos prisni të dëgjoni zërin tuaj në televizor. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Përsëri dikush i bie telefonit, hesht në anën tjetër. Alo. Po flisni për zonjë, urdhroni. Alo. Flisni zonjë, po ju dëgjojmë. Zonjë, flisni. Sa duket nuk më dëgjon zonja ose nuk zbaton atë kushtin që të flasim me mua se me një telefon të zakonshëm. Publiku na dëgjon ne nëpërmjet ekranit, ku mbrin pak me vonesë zërat e tanë në bisedë. Urdhroni. Mirëmëngjes, bashkim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, bashkim. Urdhroni, ju lutem flisni. Ja, do të flasë që kësë për këtë vitin që myllëm. Po? Se në kënaqem me këtë vitin kësë, bile do të ndrojmë pushtetin të qëmë një vend tjetër, të qëmë ati harë ati banditet, ati kriminele, ati vrasit, që njeli të dalë në vend që të flasi për popullin të shtatë, dhe i legën e i pension, dhe le fletë për familjen e vetë, që të shpëtoj shpinë edhe familjen e tisë. A i Berisha, Mullnaka, ata bandit, ata kriminele dhe për dësja se jam këta tjera për të mirë, se këta jo gjithë bashkë, më unë të kam thonë dhe her tjetër të jam pjella Erambisa Lise e në Hoxhës më të gjithë, të gjithë komunistët dhe atyre për nej bëjnë qef këta mërë. Ka marrin rrogën nga 5 milion euro, a i pensionisti me 100.000 lekë, të jam bandit, më të nuk dalim, a i lapa i del aty, dhe bëj grevë, për që dhe bëj grevë, bashkat me Sali Berishën, ose a i shehaj. Ta dhe ishin ato kur dollën veç, që morën nga 60.000 vata. E dëshit dhe bashkat të hynë me i qullë me Sali Berishën, me banditit me të vrasin, me të maljagur gjithë. Dëgjoj, lere tani, po fillojë me epitete, lejë tani, nuk është emisioni më lefeve. Pa epitete. Bandit, e kriminel. Pa epitete, ju lutem, pa epitete. Është fundi një viti dhe besoj se kër i bëjmë ato bilancet, i bëjmë të qetë, i bëjmë analizat të thella. Analizat e ti bashkëtima, a i do të shkoj burg. Vazhdojmë, presim telefonatat e tjera, por analizat pasionante asje nuk në ndimojnë, vazhdojmë. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdhroni. Ju lutem flisni. Do flisni apo jo? Mirëmëngjes. Flisni pra përse të kaloj me heshti këtë sekonda. Po do flesin, po u të lutem mos më shumë ato patronazista se na shmenen. Urdhroni, flisni, thoni mendimin tuaj. Keni diçka për të thënë apo vetëm kaq? Presim telefonatën tjetër atëre. Urdhroni, mirëmëngjes. 045-620-601 është telefoni i qytetarëve, telefoni që ne përpiqemi ta bëjmë të dobishëm, duke sjellë këtu zërat e qytetarëve që shpesh nuk dëgjohen. Urdhroni. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, urdhroni, ju lutem, flisni. Mirëmëngjes, i bashkimin. Po, jemi drejt për drejt me publikun, flisni. Urimet më të mira për këtë vit të ri. Jetë një vit i mbarë, edhe ju gjithashtu. Një vit i qetë, sigurisht dhe me bereqet, sidomos për moshën e tretë, për të rinë që të mos na ikin më, të ketë më shumë investime për të hapur punë, për fronte pune, jo vetëm për turizëm 3 muaj, se dhe ato nuk janë shumë të hajrit, por tani nuk është mirë që të flasim edhe të bëjmë të gjithë kritizes, jo vodhi ai, jo vodhi ki, kemi besuar një drejtësi të presin verdiktin e saj dhe pastaj të qikojnë. Edhe të mendojnë kur të vemi te kutia gjithmonë. Po, kutia është zgjidhja demokratike gjithë problemeve. Do të flas konkretisht. Si është e mundur që deputet të marrin bonus qeraje që nga Kletis Balliu, që babaj ti supervilla, pasurira,
do thoni që i ka për vete, nuk i ka për djalin. Po dhe që djali i ka punuar, po dhe ata që vinë nga rrethet, mos nuk duat për më shumë njerëz, se i dim tani më i lecuam. Pra dhe ata të rrudhin qik dorën kër është fjale për veten e tyre, thoni. Kryeministri duhet ta shikojnë qik me përparësi trajtimin e deputetëve. Duhet ta shikojnë të shikoj drejtuesit që ka vënë në krye, që e falenderoja, e vlerësoj si ta shpreh, veprimin, shkarkimin e drejtorit të ushtrisë të Tiranës. Le të vazhdoj me rrethet. Ka drejtora që nga jugu deri në veri, që kanë nga 14 vjet, nga 12 vjet, 13 vjet, se më shumë i 4 si tani heri, që janë drejtora, e kanë kthyer në profesion gjitholog, ik nga keshi, shkon spital, nga spitali në patent, me kryetar partije Agallat. Pra profesioni drejtor, nuk kam profesionet të tjera, thoni jo. Sa profesione, për mos thënë diploma të blera. E qartë. Me bashkim, zoti bashkim, të drejtojmë se kam vite që të ndjek, edhe pa dalë për të dhënë këtë emision, për kushtimin dhe shmarin, aftësit tuaja, mbështetjen për të majtën e të tjera, puna është që le ta zëj nga jugu, le ta zëj nga drejtori që është drejtori përgjithshëm i ushtrisë dhe kryetar partie. Vetëm kryetar partie nuk është. Unë ju falenderoj. Jemi këtu për ditë dhe e shohim. Për ditë dhe e shohim. Gjërmojnë të gjithë, po kam mbështetje të gjës, mos tim në detaje, kryeministri, ata që e dëgjojnë, le t'i shikojnë, se populli është i mërzitur. Unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe juve në mënyrën tuaj me mendimin që keni, vazhdojmë me telefonatat e tjera. Urdhroni. Mirëmëngjes. Bashkim. Po? E dëgjon? Ju dëgjoj dhe unë dhe publiku. Doroj ty dhe gjithë Shqipërisë, gjithë shqiptarëve gëzuar vitin e ri. Po, gëzuar edhe ju bashkë me gjithë shqiptarët. Udhëheqjes edhe mbarësi. Po? Je një njeri që ke dëruar dhe vazhdon të dëron shumë, sepse këtë kulturë ke ashtu. Doroj shëndet ty dhe familjes së gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Vetëm një urim kishit? Kaq kisha. Po, është e natyrshme që në ditën e fundit të vitit të kemi urimet më të mira për njëri tjetrin. Urdhroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni, ju lutem, flisni. Po. Qoftë ky vit një herë, viti më i keq. Dhe e urojmë të jetë sa më mirë për popullin 2026. Po. Çfarë dëshirash të mirash kemi? Çfarë presim? Kemi dëshira të mira që ta punoj qeveria siç duhet, se u bën 35 vjet që na kanë vjedhur, na kanë rrjedh ne pensionistat një herë. Po. Vetëm neve na e kanë hekur nga familja ime 120.000 lekë janë të vjedhura. Si mas bilancet që u bë, kërkesës që u bë në sigurimet shoqërore, nga 3 vite na i dhanë dhe vite tjera nuk i japin. Është bë puna me gjyq dhe akoma s'parin lekët tona. Ka 6 vjetë e 6 muaj me marë. Kur i merë, kur vdesi do i marri personi? Për nuk është gjuna. Shkon, bo aksioner Telekom, na morën gjithë letrat, na bon aksioner Telekom, kemi vite s'marim as një herë as i gjo. Qeveria vjel gjithë popullin e ka rjep nga gjithë format. Pra urojmë që vitin tjetër të ndryshoj qëndrimin ndaj pensionistëve. Po, besojmë në kaptë Amerikan do ndryshoj me themel. Se me këto njerëz nuk ndryshojnë, se është gjak komunisti. Sa të jetë gjaku i komunizmit është gjaku i ushujtës. Pra nuk keni shpresë që ne vetë do të bëjmë ndryshimet? Jo, asnjëherë kur s'bëhet. Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve që... Shëndetet mira, 8 martë ty në familjen tate dhe gjithë mira. Faleminderit. Vazhdojmë të presim. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të flasim me bashkimin. Po bashkë po flasim dhe publiku po na dëgjon. Urdhroni. Po, mirëmëngjes bashkim. Mirëmëngjes dhe njerë. Urime një për vitin që vjen. Po shqiptarë të realizohen ato që duhen, edhe shëndet të kenë, lumturi, po këto gjëra politike në televizor, gjëra shumë
as në hy në gjep fare, as Saliu, as në nga hy në gjep mi qenje poplit, realizimi atyre gjere që do populli mi në rrugët, në dritat, në ujë, në tëra, dhe të ketë demokraci në të kuptimin, jo rrejtë me një i tjetit sha njëri në shatiri, së në gjep ne vua si popull se që shanë Saliu apo Edi Rama. Nena duhet kush është moment tani në detyrë të realizoj ato që do populli. Si realizon, votohet. Çfarë dëshirash kemi që të realizohen në vitin që vjen? Dëshirët pensionise, në kjo pensionise të tipeve që takon, Po. a i që kanë kontribuar, Po. rinis të jipet e drejta që do të punësohet të profesionohet, më djonë. Jo dëgjoj, pra të bëhen disa politika ekonomike që të mbajmë rinin këtu mos në ikej, po. Rinia nuk ka nevoj për këto gjerat frimzim, për këto shari, për të budaleki që flitet, se s'do të flasë prapë për të budaleki që bjëm të rizor, nuk i them ema, rinia do t'i japësh një frym të tillë, të futet në një profesion, shkollimi t'i vjet vendi punës ku e do, të hapen fronde pune, të bëhen këto, kjo do rinia të brezit, nuk do këto budaleket. Hade ti dalim atje të lapa, se po flasë të politikë, hade atje dalim, dile e voto, kërko votime, i në parlament, kërko votime, popli kërko votime, sepse nuk po kënaj, to do. Po jo, ta marrë është ti si daktije të fudo e në pila tje për ti. Në vjen keq se po flasë të politikë, po viti që vjen. Po në nga darojt vetë politika në përkëm, kështë që detyrojme të flasë. Vete gjua në njën politikë, vete gjua dhe forë. Po, viti 26, tjetë vit, i cili neve të vem drejt bashkimit Europianë, si që është gjishte e tjera, mos të jem popull që nuk në profil një popull që të marri emrë dhe Shqipëria. Qartë. Unë ju falenderoj që sini dhe ju me një vinë tuaj. Aljeri, vitë mbarë. Edhe ju një vitë mbarë me familjen tuaj. Keni mi familjari. Si të gjithë shqiptarë. Dhe vazhdojmë të shfrytëzojmë dhe këto pak minutat të tjera që kemi në dispozicion për ditën e sotme. Urdhroni. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, urdhroni. Jo, përshëndetje për emisionin. Faleminderit. Çfarë do themi në këtë emision që është i fundit i këtij viti? Po, do ndryshoj çik temën. Po, më dëgjoj. Temë nuk kemi, po me që është dita e fundit e vitit, bëjmë sa bilancë. Spitalin e Ushtarak. Po? Unë jam personi që kam bërë kërkesë para 6 muaj, po në spitalin e Ushtarak, në pavioneri, ku drejton një doktor Fitan Qela, ishte një shërbim jashtë zakonisht i përkryer. Po? Doktori ishte vetë jashtë mirë dhe personeli që i përsosur. Po? Këtë përshën të këtë të ashtu të vazhdojnë gjithë servisë spitale, që një pavioneri unë operova nga vëqia. Bëra një telefonat aty që doktorat në ekologiku nuk nga përshindin parë. Vajta partije, unë që më 12, kisha orarin, mori njën qere, kari doktori, për dhe ma ilaqe nuk drejtote të vip të ilaqe. Ku të kiru kishe shojtur sera gjera, që këtu zhenje. Ta që unë ditët mi ka dhe përndia. Të ndryshoj shërbimi të jetë më pranë qytetarve në për spitalit, thënë jo. Ekologiku është shumë i zeri, kurse atje ishe shërbim jashtë zakonisht i përshirë. Po që presim në vitin që vjen? Ku nuk më drejton të asë një doktor teatr, vajta me shëqëri, a ishe shtetëror. Se më të rapën të ekologiku me kartë. E qartë kë problem, po ndërkohë në bëndë pyetjen, çfarë presim në vitin që vjen? Shumë falenderoj dhe për vitin 2026. 2026, po? Suksese më të mira edhe qeveria të luftoj më shumë korrupsion. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni dhe ju këto dëshira të mira, vazhdojmë të presim 2-3 telefonatat e fundit për ditën e sotme. Urdhroni. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhroni, ju lutem, flisni. Dua të flasë në lidhje me këtë zgjedhjen e Saliut që është bërë në kryetari ati unioni. Po? Ka kohë që ka ndodhur kjo, ishte është lajm i vjetër. Ka kohë, po ka kaluar kështu nesër, nuk është. Po, urdhroni, flisni. Trajtuar nga askush. Ti jenë qik i mas në moshë dhe duhet ta mbash mend që në kongreset e Partisë Punës ishte një delegacion nga Amerika Latine. Po? Dhe ka qenë një burr me mustaqe që quhet Joao Amazonas, po. Edhe
Me sa duket që kanë zgjedhur në kryetar Saliun, duhet të ketë me fotografinë e Hoxhës atje. Që dhe ky, që ishte organizator, më duket se e kishim emrin në Amazonas. Nëse, tani përse u shqetëson pikërisht në këtë ditë të fundit të vitit, ky mohabet nuk e kuptoj. Keni ndonjë tjetër përveç saj? Jo. Atëre presim telefonatat e tjera në këto 2-3 minutat e fundit që na ngelen për ditën e sotme. Jemi në emisionin e fundit, në minutat e fundit. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju lutem flisni. Sa duket ka njerëz që na ndjekë dhe me heshtje dhe duan të shtojnë heshtje në emisionit tonë. Por emisioni ynë do të flasi gjithmonë me zëra qytetarësh. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju lutem flisni. Unë nuk dua që ta mbyllim me heshtje këtë emision të fund viti. Urdhroni, mirëmëngjes. Alo. Urdhroni, ju lutem flisni. Mirëmëngjes i Bashkim. Mirëmëngjes, nga Vlora, a? Baço, nga Vlora, Baço. U zgjidh problemi i ujit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Unë këtu përgëzoj presidentin e flamurtarit. Po? Ai e përri ujt këtu në Vlorë, se s'kishe për të ardhur, o Baço. Qartë. S'kishe për të ardhur. Po... Edhe kështu do mbetet gjithë një këtu, se këtu edhe në Bear, kur vinë turistat, 3 ditë, 4 ditë pa ujne. Pra me mërë që nuk është bërë një zgjidhje përfundimtare. Jemi për brënda edhe se nuk nga do njeri. Vlorë se ka dashur kur asë njeri në botë. Po të gjithë ka thënë që Vlorën e duam me gjithë zemër. Më shumë nga të gjithë në Shqipëri, edhe të ngelet. Më falë pas të bëj një pyetje. Po të ishte ku a e Hoxhës, si ku të mbetesh pa ujë, që ato bënde, se thonë komunista, po të ishte a i Babaxhani, që ato bënde. Qartë, po të pak të në rregullua punën edhe ne. Po rregullua të roj presidenti, të roj fëmit, gëzuar, ju bët dita 1000, mos ishte a i, do që mbetur pa ujë. Po, tani përveç këtij urimi personal, a keni një urim për publikun, jemi në emisionin e fundit, në minutat e fundit. Gëzuar e ti në familjen tënde, gëzuar gjithë shqiptarët, gjithë vlonjatët, që i kam për zëmër vlonjatët. Vlonjatët i veçoke, ha? I dua shumën, para vlonjatët nuk va asnjë në Shqipëri. Edhe unë i dua vlonjatët si të gjithë shqiptarët. Ka që fisnikër do mbete fisnikër. Unë ju falenderoj dhe juve që në mënyrën tuaj sillni këto urime, janë edhe urimet që vinë në ditën e fundit të vitit 2025 dhe presim vitin 2026 me dëshira të mira për njëri tjetrin, me dëshira të mira për qeverisjen politike që të hedhë më shumë syt tek qytetarët dhe tek hallet e tyre, të dëgjojnë më shumë zërin e qytetarëve dhe me këto dëshira të mira përfundojmë edhe për sot emisionin ton. Ne do takohemi sërish në vitin 2026, ditën e hënë, në datën 5, kur do të fillojnë të dalin edhe gazetat në pikat e shitjes së gazetave. Kështu që do t'ju sjellim informacion më të plota, informacionet e para do të vinë në datën 5, ditën e hënë. Deri atëherë, bashkë miropafshim. Ju uroj të gjithëve një vit të mbar, një vit të gëzuar, një vit të gëzuar me familjet tuaja, paqe vetëm mbarësi. Bashkë miropafshim.